ka një larmi, le të themi, debatesh, por ç'është më e bukur është që debati si zhvillim dhe krishterimi quhet që krahas debatit gjithmonë dhe për herë, dhe unë këtu besoj që fal Zotit, jo fal njerëzve, sepse njerëzit Shkrimi i Shenjtë thotë që Zoti ka bërë gjithçka të përsosur, por njerëzit shpikin marifete. Kjo është si pasojë e mëkatit. Të mëson Shkrimi i Shenjtë. Dhe do të thotë fal Zotit, sado që ka ndodhur debate gjatë gjithë kohës, pikat e përbashkëta në krishtërim, ato që janë bërthama dhe rrënja e besimit tonë krishter, asnjëherë nuk kanë ndryshuar. Asnjëherë nuk kanë ndryshuar dhe kur vjen puna tek thelbi i besimit, të gjithë krishterët, nëse i shikojmë pavarësisht traditave të tyre, gjeografive të tyre, bashkohen dhe janë një familje fort dhe solide. Dhe këto pikat përbashkëta janë gjithashtu besimet themelore të gjithë të krishterëve sot në botë. Së pari është doktrina e Perëndisë së Biblës, i cili është një Perëndi vetëm, por triadik, njohur si Trinia e Shenjtë. Pra Perëndia si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, i manifestuar si në shkrimet e vjetra hebraike edhe në Vjetën e Re. Pra ky është një mësim që pranohet nga të treja këto denominacione. Në fakt një koincidencë që mund të them që spontane tani, janë tre denominacione të ndryshme, por janë një. Ndërkohë që edhe Perëndia, tre persona, por një Perëndi. Një Perëndi i vetëm. Dhe jo tre Perëndi. Ndoshta dëshira e zemrës së çdo krishteri patjetër që është që i shohë këto tre tradita, tre denominacione si një vetme kur vjen puna në shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Dhe së dyti, një tjetër besim themelor që e kanë të tre, pra si katolikët, ortodoksët, protestantët, janë hynia e Krishtit. Që thot Krishti, Jezus i profetizuar, pra Jeshua Mesia i Nazaretit, Jezu Krishti në formën latine, i ardhur sipas shkrimeve si Perëndi dhe njeri. Perëndia pra u bë njeri. Pra Jezu Krishti jo gjysmë njeri, gjysmë Perëndi, si legjendat e mitologjisë greko-romake, që adhuronin shumë Perëndi dhe ata bëheshin edhe njerëz, si gjysma njerëz, gjysmë Perëndi, jo. Po flasim për le të themi mishërimin e logosit. Logosi është fjala e Perëndisë, që do të thotë vetë Perëndia karakteri i tij. Pra çfarë do thotë fjala? Për shembull, çfarë flasim ne tani? Çfarë flason? Nga buron nga vetë mendja dhe zemra ime, do të thonë nga vetë shpirti im. Dhe Jezusi thotë fjalët e mia janë frymë dhe jetë. Kështu është dhe logosi, vetë fryma dhe jeta e Perëndisë, vetë Perëndia. Logosi u mishërua në Virgjëreshën Mari. Dhe solli këtë lindje mbi natyrore. Ku lindi Jeshua, që ne quajmë Jezus, nga gjuha greko-latine që kemi marrë. Por emri i vërtetë është Jeshua, që do thotë Zoti shpëtimtar. Pra Jahve, Jasha, që do thotë Jeshua, do thotë Zoti shpëtimtari. Pra përmbushja e gjithë profecive. Pra Zoti na thotë nëpërmjet Krishtit që vetëm unë mund të shpëtoj juve, të shkoni në paradis. Ju vetë në forcat tuaja nuk shpëtoni dot. Dhe të tjera këto besime e pranojnë hyjninë e Krishtit. Perëndia erdhi në mish për të na shpëtuar. Pra Krishti 100% Perëndi, 100% njeri. Perëndia me ne, sikur se thon shkrimet. Së treti, pikat e përbashkëta midis ortodoksëve, katolikëve dhe protestantëve, vdekja dhe ringjallja e Krishtit për shpëtimin tonë, sipas shkrimit të shenjtë. Pra duhej që Perëndia të vinte në birin e tij, në formë njerëzore, për pa mëkat, dhe të vuante dhe të vdiste i kryqëzuar sipas shkrimeve, në mënyrë që të shpaguante mëkatin tonë. Dhe ne fal besimit në vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit, për shpëtimin tonë ne marrim faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Këtë mësojnë të treja këto besime. Së katërti, Bibla e Shenjtë si fjala e frymëzuar e Perëndisë. Pra gjithë krishterët, si katolik, ortodoks, protestant, njohin fjalën e Perëndisë si autoritet shumë të rëndësishëm. Perëndia ka zbuluar atë që ne duhet të dimë. Dhe aty na thuhet në shkrimin e shenjtë që asnjë fjalë në Bibël nuk ka ardhur jashtë profecive. Janë të gjitha profeci. Dhe të gjitha çfarë janë shkruar në fjalën e Perëndisë në Bibël
janë shkruar nga fryma e shenjtë, që ka frymzuar autorët e Biblës për ta shkruar të gjithë këto libra. Dhe ndonë se ato janë shkruar në mijëra vite, në rrafshin kohor të mijëra viteve, dhe kanë me 10 autorë. Prap është një autor i vetëm që ka përdorur këta njerëz si instrument. Dhe kuptoj që gjithë secili ka karakterin e tij, se gjithë jemi unik para Perëndisë, dhe ka stilin e tij të shkruarit, sikurse dhe le të themi llafologjin dhe simbolikat e kohës. Por në fund mesazhi është i njëjtë. Është i njëjtë. Nëse nisemi nga vjata e vjetër, Perëndia thoshte do vi, kalojmë te vjata e re, Perëndia erdhi dhe Perëndia do vi sërish për të marrë besimtarët e tij në jetën e përjetshme. Dhe ky Perëndi ka një emër dhe është Jezu Krishti. Dhe Krishti nuk është mbi emër, është titulli, do thotë i vajosur i Perëndisë, Mesia, pra shpëtimtari. Pra Bibla mëson vetëm Jezu Krishtin. Dhe këtu bien dakord të treja këto besime. Dhe pesta është kthimi i Krishtit për të marrë kishën, dhe tham kisha janë njerëzit dhe jeta e përjetshme. Dhe ne sot jetojmë pikërisht në kohën e kishës. Në fillim shpëtimi ndodhte me të tjera instrumente që Perëndia kryente. Në kohën e Noeut shpëtuan vetëm ata që hynte arka e Noeut. Dhe ndodhi përmbytja, Perëndia eliminoi mëkatin në botë dhe iku përmbytja, doli Noeu dhe familja e tij, bijtë e tij, të cilët u shëmuan dhe populluan tokën. Pra flasim pas Adamit dhe Evës. Pastaj pas Noeut, njerëzit shpëtoheshin me ligjin. Para ligjit të Mojsiut ishte dhe rrethprerja. Ne në shqip i themi syneti, që kemi marrë nga gjuha arabe. Rrethprerja abrahamike, si populli i Perëndisë, si një shenjë. Pastaj ishte ligji i Mojsiut. Pastaj para këtyre, tham në kohën e Noait, ishte edhe ylberi si shenjë e paqes që Perëndia bëri me njerëzit, tha që toka nuk do përmbytet më në premtimin e Perëndisë. Dhe përmbytja është faktuar dhe nga shkencëtarët, gjithë ato që po flasim janë të faktuara, edhe shkencërisht dhe historikisht. Por ama sot, shkrimi i shenjtë na thotë që Perëndia na ka folur gjithmonë nëpërmjet profetëve, sot na ka folur nëpërmjet birit të tij, Jezu Krishtit, që ka dhënë çdo autoritet dhe pushtet mbi të gjallët dhe të vdekurit. Sepse në kthimin e Krishtit, Bibla mëson që të vdekurit do ringjallen në një front tjetër, ndërsa ata që jetojnë do rrëmbehen dhe të gjithë do dalin para një gjyqi hyjnor. Po ata që kanë shërbyer Perëndisë dhe kanë jetuar sipas vullnetit të Perëndisë, jetën për të cilin Perëndia i ka krijuar, pra janë interesuar të dimë planin e Perëndisë për jetën e tyre dhe kanë jetuar sipas drejtimit të frymës së shenjtë të fjalës së Perëndisë. Ata do jenë me Krishtin, ata do jenë me Perëndin në parajs. Kurse të tjerët që nuk kanë dashur ta njohin Perëndin, edhe pse Perëndia ka bërë gjithçka të njohur të shkrimi i shenjtë, ata do jenë në përjetësi pa Perëndin. Kështu që edhe në këtë besim, në kthimin e Krishtit dhe jetën e përjetshme, pra përjetësinë, të treja këto besime bien në një mendje. Pra ka dhe pika të tjera, po këto janë themelet e përbashkëta. Dhe lavdi Zotit që sado që kemi kaq degëzime në krishtërim, në fund fare, kur bëhet fjalë për rrënjët, kur bëhet fjalë të fjala e Perëndisë, tek Jezu Krishti, të gjithë krishterët, pavarësisht traditave të tyre, bien të gjithë në një mendje. Ndaj, disa krishterë kanë një fjalë dhe një moto që ne kemi në krishtërim, që përveç se kur Bibla flet të gjithë heshtin, themi edhe që nëse Perëndia flet, është vetëm po dhe amen. Do thotë kur fjala e tij flet, ne krishterët themi vetëm po dhe amen. Amen do thotë u bëft ajo që Perëndia ka thënë. Dhe shkojmë tek fjala e Perëndisë për të drejtuar drejt fundit, tek letra e parë e Korintasve 15, vargu 3 dhe 4. Na thuhet sepse ua kam dhënë këto gjëra pasi i mora se Krishti vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u ringjall. Pra ky është mesazhi i ungjillit i përmbledhur. Dhe kur bëhet fjalë për ungjillin, për lajmin e shpëtimit, profetizuar mijëra vite para Krishtit dhe të përmbushur në Mesian e premtuar, në Krishtin, te krishterët bien që të gjithë dakord. Që Perëndia është shumë e dashur këtë botë, pavarësisht se të gjithë jemi mëkatar, saqë dha birin e tij të vetëm lindurin në mënyrë mbi natyrore nga Virgjëria Maria, profetizuar sipas shkrimeve hebraike.
që askush të mos humbas, por gjithë ata që besojnë në birën e Perëndisë të kenë jetën dhe jetën e përjetshme. Dhe këtu të krishterët bien dakord që të gjithë presin Krishtin, rikthimin e tij.